Dhe Zoti ju flet të gjithë atyre që kanë kalu në shkollën e besherit, në shkollën e asoj që Zoti mund t'i flas besherit përmes vahit, frymëzimit, shpalljes, përmes hijabit, përmes risales dhe përmes engjëj. Ajetin e keni të surja 42 me numër ajeti është 51. Dhe ati në përkthim ju të gjithë që lexoni përkthimin në shqip, pavarësisht përkthimin e kujt e lexoni, ati e shehni përkthyer besherin njeri, po shumë e rëndësishme teksti i originalit, se kemi insan dhe kemi besher, dhe të ajeti 51 është besher dhe nuk është insan, se edhe fjallën insan e përkthej njeri, edhe fjallën besher e përkthej njeri. Kur e shfletojmë mushafin me mësume, mor lajme, Zoti i flet besherit dhe jo insan.